Kisha Shën Klimenti i Ohrit në Shkup tradicionalisht është vendi qendror për liturgjinë e Krishtlindjes, e cila u kryesua nga kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Maqedonase, arqipeshkopi Stefan. Një numër i madh qytetarësh morën pjesë në liturgji për të shënuar këtë festë të madhe të krishterë. Në liturgji mori pjesë edhe udhëheqësia e shtetit. Ata ju dëshirojnë qytetarëve paqe, shëndet dhe mirëqenie. Krishti ka lindur, me të vërtet ka lindur. Kjo përshëndetje përdoret për ditën e sotme. Krishtlindja festohet për 3 ditë. Mëngjesi i Krishtlindjes fillon me tingujt e këmbanave në të gjitha kishat dhe tempujt ortodoks që dëgjohen në agim. Vishet veshja festive dhe shkohet në kish për liturgjinë e Krishtlindjes. Mëngjesi i Krishtlindjes shoqërohet me mëngjesin nga tryeza e Batnikut. Gjithashtu, nga kjo ditë ndalen agjërimet e Krishtlindjes. Familjet me fëmijë të vegjël pas mëngjesit përgatiten dhe shkojnë për vizitë tek të afërmit e tyre. Sipas besimeve, qëllimi i kësaj feste është të lidh njerëzit në këtë ditë me Zotin dhe me të afërmit e tyre.